Data 20 shkurt. Eksodi, kapitulli 3. Ndërkaq Mojsiu po kulloste kopen e Jethros, vjehrit të tij dhe prift i Midianit. Ai e çoi kopen matan shkretëtirës dhe arriti në malin e Perëndis në Horeb. Dhe ëngjëlli i Zotit ju shfaq në një flag zjarri në mes të një ferrishteje. Mojsiu vështroi dhe ja ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej. Atëherë Mojsiu tha: tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po konsumohet? Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia e thirri nga mesi i ferrishtes dhe i tha: Mojsi, Mojsi. Ai u përgjigj: ja ku jam. Perëndia tha: mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmba sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë. Pastaj tha edhe këto fjalë: unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Dhe Mojsiu fshehu fytyrën e tij sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha: sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe e kam dëgjuar britmen e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh shumështi dhe mjalti, në vendin ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Dhe tani, ja britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë, dhe kam parë gjithashtu se egjiptasit i shtypin. Prandaj eja dhe unë do të të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit nga Egjipti. Por Mojsiu i tha Perëndis: kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe t'i nxjerr bijtë e Izraelit nga Egjipti? Perëndia tha: unë do të jem me ty, dhe kjo do të jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur ta kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. Atëherë Mojsiu i tha Perëndis: ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe të them: Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju, po të jetë sa ata më thonë cili është emri i tij, ç'përgjigje duhet u jap? Perëndia i tha Mojsiut: unë jam ai që jam. Pastaj tha: do të thuash kështu bijve të Izraelit: unë jam i më ka dërguar tek ju. Perëndia i tha ende Mojsiut: do të thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjitha breznit. Shko dhe mblidh pleqtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe Jakobit më shfaq duke thënë: unë patjetër ju kam vizituar dhe kam parë atë që ju bën në Egjipt, dhe kam thënë: nga shtypja e Egjiptit do t'ju çoj në vendin e Kananeve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve, në një vend ku rrjedh shumështi dhe mjalt. Dhe ata do t'i binden zërit tënd, dhe ti dhe pleqtë e Izraelit do të shkoni te mbreti i Egjiptit dhe do t'i thoni: Zoti, Perëndia i hebrejve na doli përpara, dhe tani na lër të shkojmë dhe të bëjmë 3 ditë rrugë në shkretëtir që t'i bëjmë flisë Zotit Perëndis ton. Por unë e di që mbreti i Egjiptit nuk do t'ju lejoj të shkoni, veç po të jeti shtrënguar nga një dorë e fuqishme. Atëherë unë do të shtri dorën time dhe do të godas Egjiptin me të gjitha mrekullitë që unë do të bëj në mes tyre. Pas kësaj, ai do t'ju lërë të ikni. Dhe do t'i jap këtij populli të mira para syve të egjiptasve, dhe do të ndodhë që kur të niseni, nuk do të shkoni duar bosh. Por çdo grua do t'i kërkoj fqinjes së saj dhe gruas që banon në shtëpinë e saj sende argjendi, sende ari dhe rroba, dhe ju do t'u avini në 7 bijve dhe bijave tuaja. Kështu do t'i zhvishni egjiptasit. Luka, kapitulli 6. Ndodhi që një ditë shabati, pas shabatit të madh, ai po ecte nëpër të mbjellat dhe dishepujt e vet koputnin kallinj, i shkoqnin me dorë dhe i hanin. Dhe disa nga farisejt u thanë atyre: përse bëni atë që nuk është e lejueshme të bëhet në ditën e shabatit? Por Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: a nuk keni lexuar çfarë bëri Davidi dhe ata që ishin bashkë me të kur i mori Uria? Hyri në shtëpinë e Perëndis dhe mori bukët e paraqitjes, hëngri vetë dhe u dha të hanë edhe atyre që ishin bashkë me të, ndonse nuk ishte e lejueshme për ndonjërin që t'i hante përveç vetëm priftërinjve. Pastaj u tha atyre: biri i njeriut është Zot edhe i shabatit. Në një shabat tjetër ndodhi që ai hyri në sinagogë dhe po mësonte, dhe atje ishte një njeri që e kishte dorën e djathtë të tharë. Dhe farisejnë dhe skribët vështronin nëse ai do ta shëronte në shabat që të gjenin si ta padisnin. Por ai u anjihte mendimet e tyre dhe i tha njeriut me dorë të tharë:
Qohu dhe dil këtu në mes. Dhe ai u ngrit dhe qëndroi. Pastaj Jezusi u tha atyre: Unë po ju pyes, a është e lejueshme në shabat të bësh mirë apo keq, të shpëtosh një njeri apo ta humbasësh? Dhe si vështroi të gjithë rreth rrotull, i tha atij njeriu: Shtrije dorën tënde. Dhe ai veproi ashtu dhe dora e tij u shëndosh si tjetra. Ata u turbuan dhe debatonin me njëri tjetrin se ç'mund t'i bënin Jezusit. Në atë ditë ndodhi që ai shkoi në mal për të lutur dhe e kaloi natën duke u lutur Perëndis. Dhe si zbardhi dita, thirri pranë vetes dishepujt e vet dhe zgjodhi prej tyre 12, të cilët i quajti apostuj. Simonin, të cilin edhe i quajti Pjetër, dhe Andrean, vëllain e tij, Jakobin e Gjonin, Filipin dhe Bartolomeun, Mateun dhe Thoman, Jakobin e Alfeut dhe Simonin, që e quajnin Zelota, Judën, vëllain e Jakobit, dhe Juda Iskariotin, i cili edhe u bë tradhtar. Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të shesht me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për të shëruar nga sëmundjet e tyre. Dhe ata që ishin të munduar nga frymrat e ndyra shëroheshin. E gjithë turma kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që i shëronte të gjithë. Dhe i drejtoi syt nga dishepujt e vet dhe thoshte: Lum ju të varfër, sepse juaja është mbretëria e Perëndis. Lum ju që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lum ju që tani qani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit do t'ju urrejnë dhe do t'ju veçojnë dhe do t'ju fyejnë dhe do ta shpallin emrin tuaj si të keq për shkak të Birit të Njeriut. Gëzohuni atë ditë dhe kërceni, sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell, sepse në të njëjtën mënyrë etrit e tyre i trajtonin profetët. Por mirë ju o të pasur, sepse e morët ngushëllimin tuaj. Mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mirë ju që tani qeshni, sepse do të mbani zi e do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në këtë mënyrë vepruan etrit e tyre me profetët e rrem. Por unë po ju them juve që më dëgjoni. Ti doni armiqtë tuaj, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Bekoni ata që u mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën. Dhe atij që të merr mantelin mos e pengotë të marr edhe tunikën. Jepi kujtdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos ja kërko. Por ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju u bëni atyre njësoj. Por po t'i doni ata që ju duan, ç'hir keni nga kjo? Sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Dhe nëse u bëni të mirë atyre që ju bëjnë të mirë, ç'hir keni nga kjo? Sepse edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse u jepni hua atyre që shpresoni t'u kthejnë, ç'hir keni nga kjo? Sepse edhe mëkatarët u japin hua mëkatarëve që të marrin përsëri një për një. Por ju t'i doni armiqtë tuaj. Bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë më të lartit, sepse ai është dashamirës me mosmirnjohësit dhe të ligjt. Jini të mëshirshëm pra sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni. Mos dënoni dhe nuk do të dënoheni. Falni dhe do të jeni të falur. Jepni dhe do t'ju jepet. Një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t'ju jepet në prehër, sepse me atë masë që do të matni do t'ju matet edhe juve përsëri. Pastaj ai u tha një shëmbëltyr. Një i verbër, a mund t'i pri një të verbri tjetër? Vallë, nuk do të bien të dy në grop? Dishepulli nuk ja kalon mësuesit të vet, por çdo dishepull i mbaruar do të jetë si mësuesi i vet. Por ç'a shikon lëmishte në syrin e vëllait tënd dhe nuk e vëre traun në syrin tënd? Ose si mund t'i thuash vëllait tënd, vëlla, lër të nxjerr lëmishte në syrin tënd, kur ti vet nuk e shet traun në syrin tënd? Hipokrit. Nxjerrë më parë traun nga syri yt dhe atëherë do të mund të shohësh mirë për të nxjerrë lëmishte në syrin e vëllait tënd. Sepse nuk ka pemë të mirë që të jap fryt të kalbur, as pemë të kalbur që të jap fryt të mirë. Çdo pemë pra njihet nga fryti i vet, sepse nuk mblidhen fiq nga gjembët dhe nuk vilet të rrush nga ferra. Njeriu i mirë e nxjerr të mirën nga thesari i mirë i zemrës së vet, dhe njeriu i lig i nxjerr të ligat nga thesari i lig i zemrës së vet, sepse goja e tij flet nga mbushollia e zemrës. Po përse më thërrisni Zot, Zot, dhe nuk bëni ato që ju them? Çdo njeri që vjen tek unë dhe dëgjon fjalët e mia dhe i bën, unë do t'ju tregoj kujt i ngjan. Ai ngjan njeriu që ndërtoi shtëpinë e vet, gërmoi shumë thellë dhe e vendosi themelin mbi shkëmb. Erdhi një vërshim, porroi u sul mbi atë shtëpi, por se tundi dot, sepse e kishte themelin mbi shkëmb. Por ai që i dëgjoi dhe nuk i bëri, i ngjan njeriu që e ndërtoi shtëpinë mbi dhe, pa themel. Kur ju sul porroi, ai ora me një herë dhe rënimi i saj që i madh. Jobi, kapitulli 20.
Atëherë Zofari nga Namathi u përgjigj dhe tha: Për këtë mendimet e mia më shtyen të përgjigjem, për shkak të shqetësimit që ndjej brenda vetes sime. Kam dëgjuar një shërtim që më turpëron, por fryma ime më shtyn të përgjigjem ashtu si e gjykoj. A nuk e di ti që gjithnjë qysh prej kohës që njeriu u vumbi tokë, triumfi të këqive zgjat pak dhe gëzimit të pabezëve zgjat vetëm një çast? Edhe sikur madhështia e tij të arrinte deri në qiell dhe koka e tij të prekte ret, ai do të vdes përgjithmonë si jashtëqitjet e tij. Ata që e kanë parë do të thonë: Ku është? Do të fluturoj tej si një ëndër dhe nuk do të gjendet më. Do të zhduket si një vegim nate. Syri që e shihte nuk do ta dalloj më, edhe banesa e tij nuk do ta shoh më. Bijtë e tij do të kërkojnë të fitojnë favorin e të varfërve dhe duart e tij do të rivendosin pasurinë e tij. Forca rinore që i mbushte kocka do të dergjet në pluhur bashkë me të. Edhe sikur e keqja të jetë ëmbël në gojen e tij, ai e fsheh atë në ngjugë, nuk lejon që të dalë që andej për vazhdon ta mbajë në gojë. Por ushqimi i tij që është në zorret e veta transformohet dhe bëhet një helmgjarpër i brenda tij. Ai do të vjell pasuritë që ka gëlltitur. Vet Perëndia do t'ja nxjerr nga barku. Ai ka thithur helmgjarpri, gjuha një nërpërke do ta vras. Nuk ka për të parë më lumenj as porrenj që rrjedhin me mjaltë dhe gjalp. Do të kthej atë për të cilën nuk është lodhur, pa e dhënë as pak në gojë. Nuk do të ketë asnjë gëzim nga përfitimet e tregtisë së tij, sepse ka shtypur dhe braktisur të varfrin, ka shtënë në dorë me forcë një shtëpi që nuk e kishte ndërtuar. Duke qenë se lakmia e tij nuk ka njohur kurrë qetësi, ai nuk do të shpëtojë asgjë nga gjëra që dëshironte aq shumë. Asgjë nuk do t'i shpëtojë pangopsisë së tij, prandaj mirëqenia e tij nuk do të zgjas. Kur të jetë në kulmin e bollëkut do të gjendet ngushtë, dora e të gjithë atyre që vuajnë do të ngrihet kundër tij. Kur të jetë bërë gati për të mbushur barkun, Perëndia do të dërgojë mbi të zjarrin e zemërimit të tij, që do të bjerë mbi të kur të jetë duke ngrënë. Ai mund të shpëtojë nga një armë prej hekuri, por atë do ta shpojë një hark prej bronzi. Nxirret shigjeta që del nga trupi i tij, maja e shndritshme del nga vreri i tij, atë e pushton të merri. Errësirë e plotë është caktuar për thesaret e tij. Do ta konsumojë një zjarr jo i nxitur, ata që kanë mbetur në çadrën e tij do të jenë në ankth. Qielli do të zbulojë pa udhësinë e tij dhe toka do të ngrihet kundër tij. Të ardhurat e shtëpisë së tij do t'i merren, do t'i marrin në ditën e zemërimit të tij. Ky është fati që Perëndia i cakton njeriu të keq, trashëgimi që i është dhënë nga Perëndia. 1 Korintasve, kapitulli 7. Por lidhur me ato që më shkruat, mirë është për njeriu të mos prek grua, por për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila të ketë burrin e vet. Gruas, burrit i jap dashamirësinë e duhur, por gjithashtu edhe gruaja burrit. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Mos ja privoni njëri tjetrit, përveç se në qoftë se jeni marrë vesh për një farë kohe që t'i kushtoheni agjërimit dhe lutjes dhe bashkohuni përsëri që të mos ju tundoj Satani për shkak të mos përmbajtjes suaj. Dhe këtë e them si leje, jo si urdhërim, sepse do të doja që të gjithë njerëzit të ishin si unë. Por secili ka dhuntinë e vet nga Perëndia, njëri kështu dhe tjetri ashtu. Por të pamartuarve dhe grave të veja po u them se për ta është mirë nëse qëndrojnë si unë, por në qoftë se s'përmbahen dot, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. Kurse të martuarve u urdhëroj, jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri, dhe në qoftë se është e ndarë të mbetet e pamartuar, ose të pajtohet me burrin e saj, dhe burri të mos e lërë gruan. Por të tjerëve u them unë, jo Zoti. Në qoftë se një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo do të banojë bashkë me të mos e lërë atë, edhe gruaja që ka një burr jo besimtar dhe ai do të banojë bashkë me të mos e lërë atë. Sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, por kështu janë të shenjtë. Por nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në të tilla raste vëllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe. Sepse çfarë di ti o grua nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan. Por secilit siç i ndau Perëndia, secilin siç e thirrri Zoti ashtu të ecë, dhe kështu urdhëroi në të gjitha kishat. A u thirr ndokush i rrethprer? Le të mos bëhet i pa rrethprer. Dikush u thirr i pa rrethprer? Le të mos rrethpritet. Rrethprerja nuk është asgjë dhe pa rrethprerja nuk është asgjë, por zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë. Gjithë secili le të qëndrojë në atë thirrje në të cilën u thirr. A ja thirrur si skllav? Mos u shqetëso. Por nëse mund të bësh i lirë,
më mirë ta bësh këtë, sepse ai që është thirrur në Zotin duke qenë sklav, është i liruari i Zotit. Po ashtu, ai që është thirrur duke qenë i liruar, është sklav i Krishtit. Ju jeni blerë me një çmim, mos u bëni sklever të njerëzve. Vëllezër, secili le të mbetet përpara Perëndisë në gjendjen në të cilën është thirrur. Por për sa u takon virgjëreshave, s'kam urdhër nga Zoti, por po jap një mendim si njeri që kam fituar mëshirë nga Zoti për të qenë i besueshëm. Mendoj pra se është mirë për njeriu të jetë kështu siç është, për shkak të ngushticës së tanishme. Je i lidhur me një grua, mos kërko të zgjidhesh. Je i zgjidhur nga gruaja, mos kërko grua. Por edhe në qoftë se martohesh nuk mëkaton. Edhe nëse virgjëresha martohet nuk mëkaton, por të tillë do të kenë shtrëngim në mish, por unë dëshiroj t'ju kursej ju. Dhe po ju them këto vëllezër se koha është e shkurtër. Kështu tash e tuti edhe ata që kanë gra të jenë si të mos kishin, dhe ata që qajnë sikur të mos qanin, dhe ata që gëzohen sikur të mos gëzoheshin, dhe ata që blejnë sikur të mos kishin gjë në zotërim, dhe ata që përdorin nga kjo botë sikur të mos e përdornin, sepse forma e kësaj bote po kalon. Dhe unë dëshiroj që ju të jeni pa merak. I pa martuar i merakoset për gjërat e Zotit, si t'i pëlqej Zotit, por i martuar i merakoset për gjërat e botës, si t'i pëlqej gruas. Kjo e ndan gruan nga virgjëresha. E pa martuara kujdeset për gjërat e Zotit që të jetë e shenjtë edhe në trup, edhe në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si t'i pëlqej burrit. Edhe këtë unë e them për dobinë tuaj, jo që t'ju hedh lakun, po që të jeni të hishëm dhe t'i kushtoheni Zotit pa u shkëputur. Por në qoftë se dikush mendon të sillet në mënyrë të pahishme ndaj virgjëreshës së tij, kur asaj kalon lulja e kohës, edhe duhet të bëhet kështu, le të bëjë çfarë të dojë, nuk mëkaton, le të martohen. Por ai që është i qëndrueshëm në zemër të vet dhe që nuk ka nevojë, por ka pushtet mbi vullnetin e vet dhe e ka vendosur në zemrën e tij të ruajë virgjëreshën e tij, bën mirë. Prandaj ai që e marton bën mirë, ai që nuk e marton bën edhe më mirë. Gruaja është e lidhur me ligj për sa kohë rron burri i saj, por në qoftë se i vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të dojë, veç se ke punë të bëhet në Zotin. Por sipas mendimin tim, ajo është më e lumtur po mbeti ashtu dhe mendoj se edhe unë kam frymën e Perëndisë.